video e radhës për të mësuar gjermanisht. Në këtë episod ju do të ndiqni një temë shumë të rëndësishme për të kuptuar mënyrën se si mund t'i zgjedhim prepozicionet, domethënë para fjalët kur tregojmë një drejtim të caktuar se ku ndodhet diçka. Atëherë, fillojmë. Më jepni një sekond kohë. Atëherë, do punojmë siç kam thënë edhe më përpara me librin Menschen dhe tema është wohin mit der Kommode. Sind Sie schon einmal umgezogen? Wie oft? Këtu kemi një paragraf të shkurtër në lidhje me zhvendosjen. Kur pyesim sind Sie schon einmal umgezogen, do të thotë që a jeni zhvendosur ndonjëherë, domethënë a jeni zhvendosur ka një shtëpi në një shtëpi tjetër? Wie oft, domethënë sa shpesh, sa herë, domethënë. Dhe këtu kemi një dialog të shkurtër që mund ta lexoni. Dhe ushtrimi i dytë ka të bëjë me lexim dhe me dëgjim, dhe do të thotë që do të lexoni fjalitë dhe kush e ka thënë këtë. Por, ajo çka ne na intereson janë prepozicionet, veksel prepozicionet, që janë ndryshe, siç e shikoni këtu, gramatik, veksel prepozicionet, janë me dativ ose me akuzativ. Që do të thotë, është e rëndësishme pyetja ku, wo. Nëse ne nëse ne themi ku ndodhet një objekt, wo ist das Buch zum Beispiel, do të përdorim gjithmonë dativin. Nëse themi wohin, domethënë për ku, drejt kujt, domethënë që bëjmë një lëvizje, do të përdorim akuzativin. Këto janë dy rregullat bazë për të përcaktuar vekselin prepozicioni, se çfarë do përdorim për të treguar një drejtim të caktuar për një objekt, ose për një njeri, ose për një diçka të caktuar. Atëherë, të fjalit e mposhme, ne kemi disa prepozicione që ju vini re. Die Kommode soll neben der Tür stehen. Neben është afër, ose ngjitur. Ngjitur, domethënë, ngjitur me Tür është dera. Domethënë, komodina duhet të qëndroj afër derës. Dhe duke qenë se është ku, bëni pyetjen ku, wo soll die Kommode stehen? Neben der Tür. Domethënë, është gjendje, do të thotë që është bërë pyetja wo. Në këtë rast, kur kemi të bëjmë me gjendje që diçka qëndron aty, domethënë nuk kemi lëvizje, por gjendje që tregon se ku është, do të përdorim dativ. Dhe dativi i Tür nga die Tür bëhet der Tür. Ju e dini që dativi i femërores nga die bëhet der. Kjo e para. Dhe fjalia e dytë është Sie soll lieber unter dem Fenster stehen. Unter është poshtë dritares. Dhe në këtë rast, domethënë, tregon gjendje. Domethënë ku poshtë dritares. Dhe në këtë rast, nga der Fenster, që është mashkullore, do bëhet dem Fenster, dativi. Dy fjalit e tjera janë Sie sollen nicht mehr diskutieren, nuk duhet të diskutoni më. Die Kommode ist schwer. Komodina është shumë e rëndë. Është e rëndë, jo shumë e rëndë, se do ishte zeshve. Këtu, tek figurat, kuptoni shumë mirë prepozicionet, sepse e keni dhe të qartësuar me figurë. Po e smadhoj pak këtë me pikturën. Atu kemi një njeri, një vajzë që vendos das Bild, më thonë që vendos pikturën, hängt në këtë rast, hängt është kur e var një pikturë, an die Wand, hängt das Bild an die Wand. Dhe prepozicioni, veksel prepozicioni është an.
Dhe do të kemi akuzativ. An di, vand. Di është akuzativi i divand. Kurse, kur themi voshteht zum Beispiel das Bild an der Wand. Nga akuzativ do të bëhet dativ. Dativi i femërores është der dhe do bëhet an der Wand. Tjetër, neben, siç tham, ngjitur. Kemi një njeri që është vendos, kemi lëvizje, do themi neben das Bett, akuzativi i das Bettit bëhet das Bett, do të thonë nuk ndryshon. Kur themi që për shembull qëndron neben dem Bett, kemi dativin, nga das do bëhet dem, sepse asnjësi në dativ bëhet dem. Siç e tham, neben është ngjitur. For die Tür, for der Tür. For është përpara derës. Ktu kemi dikë që e lëviz dhe do themi për shembull i shtele diçka të caktuar, por në këtë rast kemi kov, die Eimer, for die Tür. Dhe die Tür do jetë në akuzativ. Die Tür. Do më thënë përpara derës, sepse akuzativi i femërores është di. Di është edhe nominativ, edhe akuzativi nuk ndryshon. Kemi thënë që ndryshon vetëm maskulin, do më thënë gjenia mashkullore, nga der bëhet den në akuzativ. Kurse në këtë rast di do të qëndroj di. Dhe tani në këtë rast është for der Tür, do më thënë që qëndron para derës, do themi në dativ. For der Tür, nga di do bëhet der, femërorje do më thënë. Qofse mendoheni dhe dini, do më thënë, është nga di do bëhet der. Do bëhet femërorja, do më thënë, gjinia femërore, nga di bëhet der, kur është në dativ. Dhe fundit, është hinte die Tür. Për shembull, i shtele die Eimer, hinte die Tür. Është akuzativ sepse tregon lëvizje, kur pyesin voshteht die Eimer, në këtë rast është hinte der Tür. Nga di do bëhet der, sepse është femërore. Do më thënë porta në këtë rast, sepse nuk kemi të bëjmë me objektin, është në femërore apo është në nominativ, apo do më thënë është femërore mashkullore asnjëse, por duhet të keni parasysh objekti ku vendoset një diçka e caktuar. Ajo do të ndryshoj. Nëse tregon lëvizje, do jetë akuzativ. Nëse do jetë gjendje ku ndodhet, do jetë dativ. Kjo ishte shumë e rëndësishme për mendimin tim. Nëse i dini këto, mund të përshkruani më pas dhe ku qëndrojnë gjëra të caktuara dhe mund të përshkruani objekte. Dhe foljet të rëndësishme janë për shembull wohin stellen, wohin legen, wohin hängen. Stellen është vendos, legen është ku gjenden, ku ndodhen, domethënë ku shtrihen ose dhe hängen është ku varen, e tjera me radhë. Për shembull, auf einen Tisch. Mbi një tavolinë. Dhe duke qenë se themi wohin, do themi akuzativ. Ju e dini që akuzativi i der Tisch bëhet den Tisch. Do më thënë einer do bëhet einen. Do marri këtë n. Kjo n-ja është tregues i akuzativit. Më pas kemi të njëjtën gjë, por për das Regal, do më thënë për gjinin asnjëse, që nuk do ndryshon, do thuhet auf das Regal, for die Wand, nuk do ndryshoj, sepse është femërore, dhe zwischen die Türen, midis dyerve. Kurse, kur themi pastaj, ku janë, voshteht, ku qëndron, domethënë ku është likt, është edhe një folje që pak a shumë si shtehen, vohengt, ku varet, do jetë plus dativ, kur themi vo. Për shembull, auf dem Tisch, mbi tavolin,